njerë tek ligji. Ai ligji ishte një arritje e madhe, por nuk detyron që është gjuha të futet në kurrikulat e shkollave fillore, dhe kjo i lihet pastaj në dorë vullnetit dhe diskrecionit, dëshirës shpeshherë të munguar nga njëherë vullnetare të gjithë kryetarëve të bashkive. Ka edhe projekte rajonale, por nuk është organike për këto. Pra, funksionon për pakicët e tjera, ndërsa për arbreshët Nëse zgjidhni kryetar bashkie që vjen nga arbreshët, është okej. Janë edhe ato, por nuk është kaq thjesht. Nëse nuk vendoset në mënyrë detyrueshme, ajo rrezikon që nëse nuk shkruhet, është e pamundur. Nga ana tjetër, ai identitet është mbajtur fort në dy shtylla tjera, pra gjuha sigurisht, por janë ritualet, se ritualet vdesin të fundit. Ato nuk kanë për të vdekë, mendoj, sepse janë ngjizur aq fort dhe janë në lëkurën e arbreshëve, dhe mbi gjitha është feja. Pra, riti bizantin, kisha, është një kolon tjetër, 3 janë kolonat. Pra, feja, besimi. Në fakt është një realitet i jashtëzakonshëm. Unë kam qenë para 2 vjetësh me presidentin e Republikës dhe me thënë vërtetën. Ku, në Kalabria apo Siçili? Në Pianet e Albanisë. Pianet e Albanisë. Dhe vërtet ishte një gjë spektakolare, një gjë shokante në sensi pozitiv fjalë. E drejtë, Pierpaolo Pasolini e pa thënë është mrekulli antropologjike në qiell hapur, sepse kur shkoi u mrekullu kur pa atë çka ishte ruajtur aty. Dhe kanë kokëfortësinë për thënë që ne jemi. Kanë kokëfortësinë ose kanë mendojnë në sens të mbijetesës në mungesë të një shteti që gjithmonë u ka munguar. Gjithmonë ajo mprehet edhe më tepër. Por mendoj se ka disa faktorë që janë më shumë antropologjik, kulturor. Këtu pastaj shkojmë një drejtim tjetër që meriton një emision tjetër. Miki, përse mditet ky summit kësaj radhe, pasi këtu kam Anilën dhe po të jepja fjalën asaj, me thënë vërtetën, do ishte shumë kritikë ndaj jush. Po e lë Anilën për më fund. Ne i mirëpresim kritikat konstruktive. Konstruktive, patjetër, konstruktive. Pse mditet ky summit? Unë pash agjendën ka do të thoya disa panele shumë interesante, duke filluar padyshim nga i integrimit, ai kulturor, ai ekonomik, ai sportiv, po le të themi çfarë sjell diçka tre ky summit dhe çfarë shpresoni dali prej kësaj. Pasi ndonjëherë më duket që raporti i Shqipërisë, i shtetit shqiptar me diasporën është duke si one way thing. Pra le të themi, ne ju ofrojmë këtë, ju po doni merreni, po doni, okay. Edhe unë mos t'i merrni. Pra le të themi, kjo mënyra besoj unë duhet ndryshoj, nëse duam të trasim diasporën në Shqipëri, e cila ekonomikisht është shtylla kryesore e ekonomisë shqiptare sot. Se ne flasim, politikisht mendoj që në zgjedhjet e ardhshme do të jetë shumë vendimtare se çfarë janë këto zgjedhje. Sjell disa risi, do thoja, po unë dua ta nis në fakt dhe me faktin që sikurse edhe në këtë tryez, që jam mes kolegësh, e privilegjuar që jam edhe mes përfaqësuesish të spikatur diasporës, në të njëjtën formë do të jenë të përfaqësuar edhe në panelet tona, pra do të ketë panele me përfaqësim nga diaspora e gjerë, nga personalitetet dhe jo vetëm të pushtetit qendror dhe vendor, por më e gjerë se kaq, nga bota biznesit, akademia, shoqëri civile. Po të bëjmë një kthim pas në kohë, do thoja, duke qenë që ne kemi nisur marrëdhënien tonë me diasporën praktikisht 10 vjet më parë, me summitin e parë të diasporës, sepse ne dimë që ky është edicioni 4, në 2016, atëherë kur u krijuan, po themi bazat apo themele, duke krijuar një ligj për diasporën, Agjencinë Kombëtare e Diasporës, Këshillin Koordinues të Diasporës, pra nga ai summit tek summiti i dytë që u ngritën dhe institucionalisht, kemi vazhduar pas 2023 me diskutime më tematike. Këtë radhë vim më konkretisht, do thoja, me element më konkret. Dhe çfarë do të thotë kjo? E para njëherë sepse Shqipëria është në tjetër situatë, në tjetër stat, edhe për sa përmendet edhe për procesin e integrimit evropian, por jo vetëm, edhe në arenën ndërkombëtare, duke qenë që ka kaluar disa kryesime të suksesshme, si kryesimi i OSBE-s, apo si antar i përhershëm në Këshillin e Sigurimit 2022-2023, apo këtë mandat që kemi në Këshillin e Drejtave të Njerëzit. Pra janë disa gjëra që Shqipëria ka evoluar, diaspora jon po ashtu, por dhe marrëdhënia jon me diasporën, pra që nga fillimi. Këtë radhë, përpos paneleve, pra nga ekonomia, tek inovacioni, tek gjuha shqipe, tek integrimi europian, do të ketë panele më të ngushta, ku do të ketë ndërveprim më konkret me diasporën tonë, por më e rëndësishme dhe unë do i vija theksin tek fakti që do të jetë një summit me diasporën, jo thjesht për diasporën. Pra diskutime konkrete për të patur mekanizma konkrete, cilat
suksesi tyre do të matet me vijimin, pra çfarë do ndodhe pas summitit, sepse sigurisht që summiti në vetveten e presim të jetë një sukses, por e rëndësishme është që të kemi këto mekanizma, të kemi këtë lloj bashkëveprimi me diasporën dhe gjëra të ngritura me një themel të fortë për të vijuar edhe pas summitit. Dhe bëhet fjalë për ta sjellë, ju e pash tek titulli e kishit vënë në fakt jo thjesht në shtëpi. Dhe është vërtet bëhet fjalë që të kemi diasporën tonë jo thjesht fizikisht në shtëpi, në vendet ku janë, aty ku kanë rrënjët e tyre, ku kanë networkun e tyre, të rjetëzohemi dhe të kemi mundësinë që të kemi këtë kontribut qoftë edhe në botën që jetojmë në mënyrë digjitale dhe jo fizike. Guri rëndon në shpinë e vetë, po emigrantët kanë një shprehje tjetër që thotë shtëpia është aty ku jetohet më mirë. Apo e kam gabim Anila? Nuk e di, Aisha. Diaspora mund të ketë the best of both worlds, them unë. Sepse patjetër që mund të japin kontributin edhe në vendin e tyre, aty ku jetojnë nuk është se jetojnë keq. Puna është ardha aty në Shqipëri. Për ta është sigurisht një gjë që ata e duan, po kam përshtypjen që ne ata na duhen më shumë se çu duhemi ne atyre. Mendimi im, si ish emigrant. Ne i duam shumë. Mendoj se kjo është e qartë dhe është shumë e qartë ndër vite dhe në këtë marrëdhënie që kemi konsoliduar ndër vite. Me sfidat e veta patjetër dhe mendoj se ky summit është veçanërisht, do thoja, ndryshe për faktin që do diskutojmë edhe kritikat konstruktive, por edhe sfidat. Pra të flasim konkretisht, zonja Kastrati për shembull përmendi strategjinë kombëtare diasporës. Është hera 4 që ne bëjmë një strategji kombëtare për diasporën. Në këtë vit 2026-2030 do të jetë hera parë që diskutohet jo vetëm në një formë ndërinstitucionale, por me diasporën e përfshirë. Pra pikërisht duke marrë këto piketa, pra cilat kanë qenë sfidat, çfarë është bërë mirë, po ka ende nevojë për përmirësim dhe se si mund të arrijmë këtë gjithë bashkë. Dhe mendoj se edhe sot në ceremoninë hapse këto ishin, kjo është theksi disa prej fjalëve që ne dëgjuam. Sot ceremoninë hapse gjithsesi ndahet vetëm dekorata. Anila, unë e shoh në dy aspekte rikthimit të diasporës. Një, që duhet i respektojnë diasporës kontributin e saj kryesor, që është ai ekonomik. Pra, remitancat e emigrantëve sot mbeten, më korrigjon nëse gaboj Megi, po mbeten akoma kontributori kryesor i jashtëm në GDP-n e vendit. Dhe bëhet fjalë për kontribute direkte tek jeta e individut, pra se nuk shkon nëpërmjet mekanizmave ndërmjetëm, shkon direkt tek familjarët. Pra, deri familjarët përfitojnë nga kjo. Mendoj që kjo është e para. E dyta padyshim është fakti që sot tek këtu jeni ju një përfaqësuese tipike kësaj që do të them tani, ka shumë temi elementi diasporës shqiptare që janë të shkolluar, me përvojë, kanë krijuar një barë eksperiencë në profesionet e tyre, dhe Shqipëria ka sot nevojë më shumë se kur për ta. Po marr një rast konkret, ministri aktuale e shëndetësisë sot është një përfaqësuese e diasporës dhe vjen te shëndetësia që është për mua, si ish emigrant, një nga dy sektorët më të rëndësishëm pse njerëzit ikin nga Shqipëria sot. Arsimi dhe shëndetësia. Se faktorët politik, ekonomik, faktorët politik temi janë zhvepsuar